Ju ftoj që fillimisht të nderojmë të gjithë punëtorët që kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës, një realitet i dëmshëm dhe fatkeqësisht i shpeshtë. Ju lutem të mbajmë 1 minutë heshtje. Lavdi kujtimit të tyre. Përshëndetje gjithë punëtorët që jeni këtu dhe të gjithë ata që nuk keni pasur mundësi për arsye të ndryshme të vini këtu. Po sot kemi pas një obligim sindikal që me këtë numër që jemi këtu ta dërgojmë një mesazh tek njerëzit të cilët po na drejtojnë neve. Më ra ndërmend sa është e vlefshme kjo ndërtesë që kemi. Kjo ndërtesë që është bërë me gjakun atyre që e kemi të vorët. Ky Parlamenti i Kosovës është për cilën gjenerata kanë dhënë që ne sot të jemi të lirë. Të jemi të lirë. Sa kisha pasur dëshirë që sot Adem Jasharit dhe Zahir Paezitit të them, të nderuar, faleminderit për gjakun e juaj, por dhe sot ju themi, por po u themi që ata njerëz që i kemi brenda këtyne godinave, i nderuari Adem dhe Zahir nuk po u kryejnë amanetin e juaj ashtu si duhet. I nderuari Adem Jashari, Zahir Paeziti, ne po sklaverohemi nga njerëzit e tanë, të nderuar të pranishëm. Ne sot po marrim pagë 239 euro. I nderuari Adem Jashari, i nderuari Zahir, kisha pasur dëshirë që për një javë ditë t'ju zgjojmë dhe t'i shihni këta njerëz të cilët vërtet gjakun ton po na e marrin me pambuk dal dhe nga dal. Të nderuar të pranishëm, sektori publik mori pagën e 13, u gëzuam shumë, sepse menduam që edhe ne do t'i marrim. Është një padrejtësi të cilën vetëm punëtorët e sektorit privat Kosovës mund ta mbajnë mbi barrën e vet. Përderisa kryeministri jon, krye parlamentari dhe gjithë të tjerët brenda një muaj dite në buxhetin e tyre u rrit për 6.000 euro, neve të nderuar edhe sot po marrëm 239 euro. Kjo gjithçka mund të jetë, vetëm nuk jetë liri dhe nuk mund të jetë barazi, po dhe nuk mund të jenë ato fjalë që po i thonë para zgjedhjeve. Ne kemi dalë sot këtu për ta rrumbullaksuar një vit se deri ku kemi shkuar. Po, kemi lëvizur sepse kemi pas një pagë minimale 260 euro dhe tani e kemi 425 euro. Paramendojeni këta, nuk e bën vullneti i qeverisë Kosovës dhe i Parlamentit Kosovës. Këtë e bën zgjedhjet të cilat sa herët që kemi zgjedhje tek ne lëviz diçka. Është e tmerrshme, është e rëndë që dalësh para opinionit dhe ti thuash unë po luftoj për drejtat e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Paramendojeni që nga 120 deputet të Parlamentit Kosovës, i vetëm një person, Besnik Tahiri, luftoj me çdo forcë, çdo fuqi, që dhe ne ta kemi pagën e 13, sepse ne jemi 3 fish më shumë se sa punëtorët e sektorit publik, ne 3 fish e mbushmi buxhetin e sektorit publik, sektorit të shtetit, dhe ne dëmtohemi, ne kemi na keni një pozitë për ta shtrajë dorën. Të nderuar vëllezër, kemi pru në atë gjendje që polici i Kosovës të dalë për të shkuar deri në shtëpinë e vet, të shiqoj mos po të kalon në rastisht ndonjë veturë dhe duhet ta merr. E kemi pru në atë vend që nuk e dëshiroj të shoh asnjëherë në jetën time. Polici është krenaria e shtetit dhe është ëmbëlsimi e shtetit. Ushtari është ajo për cilën kemi luftuar me dekada. Të nderuar të pranishëm, kemi dalë t'i tregojmë këtij populli, në veçanti punëtorëve, jo, ne po vdesim nga pakujdesia, nga mos interesimi pronarët kompanive, dhe ne po vdesim nga mos respektimi atyre ligje që Parlamenti i Kosovës i ka aprovuar. Ne po japim pare të majshme që ky ligj të në farforme të mbikëqyret, por jo nuk po mbikëqyret. Ne po i bajmë barrën e shtetit Kosovës, u qoftë hallat gjithë atyre kategorive, polici, ushtri, po jo udhëheqësve, qoftë të qeverisë, qoftë parlamentit, ata i ka kap një farforme deti vet, nuk po mirën me neve, dhe ne realisht po e paguajmë fakturën. Punëtorët e sektorit privat Kosovës, në veçanti Ranin,
për çdo ditë e kemi humbur në paqë, nuk e humbum në luftë. Në luftë këta djemë dolën përpara anëmikut dhe i thanë ti e ti në jena, kurse ne tani në paqë po e humbim rinin ajkën e shtetit, ajo e cila është më e shtrejtëve. Të nderuar të pranishëm, derisa punëtorët e sektorit privat kosovës dëmtohen me 15 ditë mosmarrje page, sepse nuk është miratuar buxheti. Në tek punëtorët e sektorit publik nuk u ndihet kjo asnjëherë. Paramendojni një punëtor i joni që ka marrë 300 euro pagë me kredina në çfarë gjendje mund të jetë. Ne nuk po trajtohemi si njerëz, por megjithatë mos harrojmë. Keni me pagu këtë fakturë edhe po e paguani sepse rinin e qytetit jashtë. Është shumë normale, nuk ka diçka që kam improvizuar. Me pagën 425 euro, një krye familjar mundet me humër vetëm 2 burë kanditjet dhe asgjë tjetër. Absolutisht. Ky është shteti. Këta janë njerëzit të cilët në farforme po e përsëris. Po e marrin gjakun ton të njëm dhe po e thithin dhe po e bëjnë për veti. A ka qenë më e arsyeshme që këta punëtorë që i marrin 300 euro sot të rritet paga atyne, apo deputeti i cili për një vit nuk i bën 5 vonë ka punë dhe ta merr një asistent me 900 euro. Kjo nuk është drejtësi. Ne e dim se jeni të fortit, ju jeni ata të cilët vendosin sanksione, por ta dini që e keni shumë keq dhe ta dini që jeni në rrugën e keqe. Po flasim për të gjithë. Nuk kemi marrëveshje kolektive që na ka shtreh për toke. Nuk kemi një të drejtë në stazhin e punës, përderisa të gjithë ata që ne dajmë parë për ta, ata e marrin stazhin e punës. Ne nuk e marrim stazhin e punës. Viti 2025 ishte viti më tragjik për vdekjen e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Askush nuk e tha në fjalë me thonë çka do të ndodhë që të ndrojmë këtë gjendje. Sepse ne jemi vetëm për të vdekur, ne jemi për të punuar, që atyre duhet të krijojmë kushte që të jetojnë në një gjendje shumë më të mirë se sa edhe vendeve në rajon. Nuk do të heshtemi asnjëherë. Kemi folur gjatë gjithë vitit, do të flasim edhe tani. Ne me një korrekt, sepse po flasim sigurisht kryesisht punëtorët që janë publiko-privat, këta kanë lakun më të madh në fyt. Sankcionohen në çdo aspekt, pagat e vogla, bonesat e vogla. Ne nuk e dim çka është stazhi i punës. Ligji është okay, në rregull është. Kemi inspektor që paguan normal dhe ai nuk monitorohet. Andaj frasmi që të thëni vetdijes sepse ne nuk mund të bëjmë më shumë. Ne më shumë se sa të bëjmë ka 3-4 gjipa dhe gjithë këtë luksin ne më shumë nuk mund të bëjmë, por edhe ne nuk mund të mbjetojmë gjithherë. 37 raste të nderuar janë shumë, 32 raste janë shumë dhe mendojmë që duhet të ndërmerrim diçka. Ju thrasmi të thirrni vetdijes, sepse njerëzit punëtorët shohin. Kam një bindje që të gjithë kemi dhënë llogari, e dhënë sekretarë sindikate, po edhe këta njerëz që kemi brenda, andaj është koha e fundit që të kthehemi realitetit. Ju falenderit dhe shpresoj, por megjithatë nuk jetohet gjithë me shpresa. Jemi keq. Falenderit. Kjo ditë nuk është vetëm festë. Kjo ditë është për kujtim për të gjithë ata që u janë shkelur të drejtat e tyre si punëtor dhe për të gjithë ata që shkelin çdo ditë mbi punëtorin. Ne, punëtorët e sektorit privat, jemi lodhur se cili të paktën një herë është përballur me ndonjë padrejtësi. Se cili nga ne këtu e dim se të drejtat që na takojnë nuk po zbatohen, pagat tona janë të ulta. Punëtorët që punojnë në ambiente të rrezikshme nuk kanë kurfar sigurie. Çdo ditë dëgjojmë raste të vdekjeve. Askush nga institucionet nuk po vepron, por as ne nuk duhet të ndalim fjala jon ka peshë. Ju e dini, me pagat që kemi,
mezja dalëm nga muaj në muaj, shpenzimet po rritën çdo ditë, gjërat esenciale, vështirë po përmbushen, shumica e trajtime mjekësore kërkojnë orientim privat, që për ne është fit financiare dhe me mezi i mbulojnë. Çmimet e ushqimeve janë çdo herë në rritje, e pagat tona nuk lëvizin. Të dashur punëtor, të praneshëm dhe të gjithë ata që na dëgjojnë, mjaft pritëm, reagoni, kritikoni, lajmëroni çdo padrejtësi. Nëse tash nuk dëgjohemi, dikur detyrimisht po. A jeni duke e vërejtur sa shumë rini janë larguar? Këto janë vetëm fillimi i pasojave që pushteti ynë ka krijuar. Qeveri, mos na humbni shpresën për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, të paktën që fëmijët tanë mos i motivoni ata të largohen, duke ndërtuar mbi punëtorin e shtypur. Ligjet që nuk zbatohen, nuk vlejnë, o drejtësi o s'ka qetësi. Ju faleminderit. Jemi lodhur duke u nënvlerësuar, jemi lodhur duke mos u dëgjuar. Zëri ynë është zëri i mjera punëtorëve që çdo ditë e mbajmë këtë vend në këmbë, por që nuk trajtohem siç e meritojmë. Ne nuk kërkojmë luks, ne kërkojmë drejtësi. Unë sot nuk flas në emrin tim, në emrin e çdo nëne që punon, nuk i del paga deri në fund të muajit, në emrin e çdo të riu që mendon të largohet nga vendi, sepse nuk shet të ardhmë këtu. I bëjmë thirrje institucioneve, na dëgjoni, na respektoni, punoni për qytetarë, jo kundër tyre, sepse një shtet nuk drejtohet mbi padrejtësi. Se mbesim në këtë gjendje, duke u shkelmuar, her nga një pronar kompanie, her nga tjetri, a ka ligje për ne, punëtorët publiko-privat, që na bartin si valet e detit nga një kënd në tjetrin. Pse këta punëtorë nuk e kanë definuar statusin e tyre? Ne e dim këtë, sepse edhe në varfrin tonë, po jetoni ju pushtetar, jetën e luksit, derisa juve ju shkon koha e pushtetit duke ndërruar avionet nga një skaj në tjetrin të botës, ne punëtorët e ngratë po shqetësohemi, po na smuret ndonjë familjar e nuk e dim si ta mjekojmë, kurse kemi menduar të zgjedhurit e popullit tonë. Qeveritarët tonë na lanë jashtëligjshëm të marrim sot pagën 239 euro, kurse për vete deputetët secili ka asistentin e vet që merr 900 euro pa nevojë, vetëm për të aportur fëmijët nga shtëpia në Qerdhe e Anasjeltas. Kjo i bie vjedh sa të mundesh sot, sepse nesër mund të mos jesh deputet apo ministër dhe ta shfrytëzojnë këtë periudhë për të pasuruar sa më shumë. Deputet të Parlamentit të Kosovës dhe qeveri, a ju vjen turp kur dilni para fushatave zgjedhore në për kompani private dhe deklaroni se do të luftoni me mish e me shpirt për punëtorët e sektorit privat, ndërsa në fakt luftoni për veten. Morët pagën e 13 dhe nuk ju dëgjohet zëri se ka diku në skajt e Kosovës një i vapër që s'mund të ngopet bukë. Për ne nuk bën paga e 13, sepse mirë e kemi, i kemi 16 euro në fund të muajit. Një shtet ndërtohet me punëtorin e respektuar dhe të mbrojtur. Sot është dita kur nuk heshtim më. Sot është dita kur kërkojmë atë që na takon. Ju lutem me bindje, nëse jemi bashk, jemi më të fortë se çdo padrejtësi. Shumë prej nesh punojnë fort çdo ditë, por mezi ja dalin të bëjnë familjet. Shumë prej nesh japin djersën, kohën, shëndetin dhe në fund të muajit paga nuk ju mjafton. Kjo nuk është drejtësi, le të jemi të bashkuar, të rinjët e të vjetër burra e gra.
le të respektojmë njëri tjetrin dhe të qëndrojmë krah për krah, sepse vetëm kështu mund të ndërtojmë të ardhmen me të drejtë për fëmijët tonë. Ne nuk duhet të ndalemi për të kërkuar të drejtat tona asnjëherë. Faleminderit të gjithëve. Në vim, paraqesim kërkesat e sindikatës së sektorit privat, drejtuar qeverisë dhe pronarëve të kompanive, që nga viti kaluar, kërkesat tona kanë mbetur të njëjta, pasi që nuk ka ndonjë ndryshim. Ende është pagesë e vogël, pagë minimale 600 euro, zbatimi i plot i ligjeve në fuqi, nënshkrimi i marrëveshjes kolektive, zbatimi i ligjit për sigurimet shëndetësore, trajtimi i barabartë me punëtorët e sektorit publik, krijimi një fundit për punëtorët që humbin jetën ose lëndohen në vendin e punës, pagesat e stazhit të punës, krijimi i gjykatës së punës, me adresimin e këtyre kërkesave ndaj institucioneve përkatëse, të nderuar pjesëmarrës dhe qytetarë, përmbyllim këtë protestë patësore me pritjen që ato të trajtohen me seriozitet dhe pasohen me veprime konkrete. Presim që deri në takimin e ardhshëm të kemi progres të dukshëm. Në të kundërtën, angazhimi ynë do të vazhdojë në mënyrë të organizuar përmes mjeteve demokratike dhe sindikale. Faleminderit për praninë dhe mbështetjen tuaj.